Po edhe Gilani është i mirë, po për punë, kryqëzite, si në çdo vend. Jetën e du shumë. Jeta ka kuptim shumë për mu, jetën e du, edhe du me punu për me jetu. S'është vetëm parja gjithçka. Mund me qenë i lumtur edhe nëse s'ki shumë pare, edhe nëse ki ma pak pare. Qysh e sheh jetën, çka do me pa jetën, a do me pa bardhëzi, a do me pa jetën me ngjyra. Nuk është që të përmbush veç paraja. Mas pari shpirtin do të me pas qetë, të pastër, të rehatshëm, nëse e ki shpirtin e përmbush, tani tjera të vesh të plotësojnë. Çfarë dallimi ka Prishtina me Dilonin? A ki gjetë vetin këtu, sa të ma ndryshe të qendër? Qytet mo, që më thonë, në veni perspektivës e mundësive, po edhe Gilani është i mirë, po për punë, kryqëzite, si në çdo vend. Pa dyshim, kur bëhet fjalë për Gilanin, çdo herë na bjen në mend që ka shumë njerëz të mirë, ka shumë gjëra të mira atje. Këtu çfarë punonin pa ju? Jam asistente në universitet. Asistente, një privilegj kogja, po që dhe nuk është edhe i lehtë kur asistente. A ndërkohë që sa vite ushtron këtë ty punë? Është viti i dytë. Është viti i dytë. Sa është e lehtë? Po për mua nuk është edhe vështirë, se e bëj me dashuri, me përkushtim, edhe fokusin çush mot e kam me arrit këto, kam arrit edhe tash veç do të me punu, më angazhu edhe mos munal. Cila është një arritje jotja që ty të ka bë krenar, mund di mirë para njerëzve deri tash? Deri tash s'po di, nashta që kjo, që kam arrit me hyrë në universitet. Është privilegj për universitet. Andërkohë, a ki doni peng që ke pasur të shirë të realizosh përveç? Jo, deri tash jo. Ato që kam pas synim e kam arrit, synimet normal që objektiva gjithmonë i kemi për me mbri hala, po deri tash kam pas synim i kam arrit, edhe do të me ecë tutje procese, me shku tu zgjeru, jo tu mbyll. Momentin më të lumtur të jetës tënde, cilin e ki? S'po di, s'kam na një që muj me veçu, kështu ma, po që ata s'di cilin me sjell. Ose një që ty thu kjo është kulimi që është mund ka bo kanë të shu jetën. S'kam na një me veçu kështu konkret. Se kam momente shumë të mira, kështu që s'di cilin me veçu, s'kam na një konkret që muj me veçu. Po gjësi ku flasë pak për jetën. Sa e do jetën? Jetën e du shumë. E do në shumë? Po. Çfarë kuptimi ka jeta? Jeta ka kuptim shumë për mu, jetën e du, edhe du me punu për me jetu. A është gjithçka parja? Jo. Për o qenë i lumtur? Jo, s'është vetëm parja gjithçka. Mund me qenë i lumtur edhe nëse s'ki shumë pare, edhe nëse ki ma pak pare. Si me qenë i lumtur krejti qysh e sheh jetën, çka do me pa jetën, a do me pa bardhëzi, a do me pa jetën me ngjyra. Shumica e njerëzve i bën të lumtur paraja, jo ajo dashnia, jo diçka që ndoshta duhet. Nashta menojnë që i bëjnë të lumtur se paraja është nevojë. Tash edhe pa para së që mujmë me jetu një jetë bashkë që dojna mirë, po nuk është gjithmonë fokuset e paraja. Por normal që do të me punu për me fitu para, se kur dojna mu shëtit, do shme pas para për mu shëtit. Po nuk është që të përmbush veç paraja. Mas pari shpirtin do të me pas qetë, të pastër, të rehatshëm, nëse e ki shpirtin e përmbush, tani tjera të vesh të plotësojnë. Çka të përmbush një jetë ty, si person? Edhe njerë? Çka të përmbush një jetë? Mund je mirë me pas personat që i kam ofer me qenë persona pozitiv, persona të mirë, me më dhonë energji të mirë, me dhonë energji të mirë, dhe që kjo është gjithçka që më përmbush mu. Shtetet më të madhe, prej kujt e ke marrë një jetë tënde? Prej familjes, prej shoqërisë. Kur flasim për familjen, është emocion çdo herë. Andërkohë, sa të në të këshilla që ju për jetë sot i për shërbejnë prej familjes që e keni marrur? Familjen, e kam një familje të mrekullueshme, jam krenare për familjen që e kam. Na kam mbështet në çdo qëllim që kem pas, çdo objektiv që kem pas, nuk na ka ndalë kurrë, edhe kjo është arsye pse kem arrit këto. Edhe vazhdojnë me na mbështet, nëse kam unë një dëshirë, nëse kam një mendim me bo diçka, gjithmonë e kam mbështetjen për familjes. Kështu që kjo është një pikë kyçe, edhe pse kam arrit këtu, edhe ndoshta në të ardhmen më arrit shumë më shumë. Po tjetra është edhe shoqëria rreth i ngushtë, e kam një shoqe të mrekullueshme që du me përmend, Diana Lugici. Besoj që edhe ajo ka ndikim tonë dhe ka me pas ndikim shumë në jetën tem. Sa lumtur që keni shoqëri të mirë, se jo çdo herë ka shoqëri tashmë këtë kohë po jetojnë. E vërtet, është e vërtet, edhe për këtë arsye e përmenda se është vështirë me gjetë një mik të mirë në ditët e sodit, kështu që unë jam shumë e pasuruar, e pasur që e kam edhe shoqen. Përpas familjes e kam edhe shoqen e ngushtë. A do të thotë që sakrifisa më e madhe që keni bëu ju për shoqen ose që ka bëu ajo anasjell?
Ajo edhe unë jemi edhe shoqe edhe psikologe, edhe familje edhe gjithë shka. Besoj me 3 fjalë e përmbledha gjithën. A ka shoqëri sinqert sot? Ka po roll. Është vështirë me gjetë, po ka, sot që s'ka. Po do të përmbyll bisedën në fund krejt, për gjithë ndekësit e historisë jetës, sidomos për femrat, një mesazh, një këshill që do ta kishte dhënë, do t'i shërbejë ndoshta për jetën. Femrave kisha thonë që dune veten, mos e nënvlerësoni veten. Ato dëshira që i keni qëllimet e tua, kur mos u ndani vazhdoni, pavarësisht nëse tjerë t'ju thojnë që s'bën s'mon, do me thonë veten ta keni prioritet gjithë, edhe ato që menoni, provoni, punoni, arrini mos u ndani kurrë. Shumë e këndshme, të uroj më të mirat, suksesi ty. Faleminderit gjithashtu për juve. Jo, deri tash jo. Ato që kam pas synim e kam arrit, synimet normal që objektiva gjithmonë i kemi për me mri hala, po deri tash kam pas synim i kam arrit, edhe do të më ecë tutje procese, me shku tu zgjeru, jo tu mbyll. Momentin më të lumtur të jetës tënde, cilin e ki? Kujton sot. S'pudis, s'kam na një që mu i me veçu, kështu ma, po që ta s'di cilin me sjell. Ose një që ty thu kjo është kulimi që është mund ka bo kanë të shu jetën. S'kam na një me veçu kështu konkret. Se kam momente shumë të mira, kështu që s'di cilin me veçu, s'kam na një konkret që mu i me veçu. Po gjësi ku flasë pak për jetën. Sa e do jetën? Jetën e du shumë. E do në shumë? Po. Çfarë kuptimi ka jeta? Jeta ka kuptim shumë për mu, jetën e du, edhe du me punu për me jetu. A është gjithë shka parja? Jo. Për o qeni lumëtur? Jo, s'është vetëm parja gjithë shka. Mund me qeni lumëtur edhe nëse s'ki shumë pare, edhe nëse ki ma pak pare. Si me qeni lumëtur krejti qyshe shë jetën, qka do me po jetën, a do me po bardhëze, a do me po jetën me ngjyra. Shumë të njerëzve i bën të lumtur paraja, jo ajo dashnia, jo diçka që ndoshta duhet. Nashta menojnë që i bëjnë të lumtur se paraja është nevojë. Tash edhe pa para sot që mujmë me jetu një jetë bashkë që dojna mirë, por nuk është gjithmonë fokuset e paraja. Por normal që do të me punu për me fitu para se kur dojna mu shëtit, do shme pas para për mu shëtit. Po nuk është që të përmbush veç paraja. Mas pari shpirtin do të me pas qetë, të pastër, të rahatshëm, nëse e ki shpirtin e përmbush, tani tjera të vesh të plotësojnë. Çka të përmbush një jetë ty, si person? Edhe njerë? Çka të përmbush një jetë? Mund je mirë me pas personat që i kam ofër me qenë persona pozitiv, persona të mirë, me më dhonë energji të mirë, me dhonë energji të mirë, dhe që kjo është gjithë shka që më përmbush mu. Shtetën më të madhe, prej kujt e ke marrë një jetë tënde? Prej familjes, prej shoqërisë. Kur flasim për familjen, është emocion çdo herë. Am tregon se ata në të këshillat që ju për jetë sot ju shërbejnë prej familjes që keni marrur. Familjen, e kam një familje të mrekullueshme, jam krenare për familjen që e kam. Na kam mbështet në çdo qëllim që kem pas, çdo objektiv që kem pas nuk na ka ndalë kurrë, edhe kjo është arsye pse kem arrit këtu. Edhe vazhdojnë me na mbështet, nëse kam unë një dëshirë, nëse kam një mendim me bo diçka, gjithmonë e kam mbështetjen për familjes. Kështu që kjo është një pikë kyçe, edhe pse kam arrit këtu, edhe ndoshta në të ardhmen më me arrit shumë më shumë. Po tjetra është edhe shoqëria rreth i ngushtë, e kam një shoqe të mrekullueshme që du me përmend. Besoj që edhe ajo ka ndikim tonë edhe ka me pas ndikim shumë në jetën tem. Sa, që keni shoqëri të mirë, se jo çdo herë ka shoqëri tashmë këtë kohë po jetojnë. E vërtet, është e vërtet, edhe për këtë arsye e përmenda se është vështirë me gjetë një mik të mirë në ditët e sodit, kështu që unë jam shumë e pasuruar, e pasur që e kam edhe shoqen. Përpas familjes e kam edhe shoqen e ngushtë. A do të ka qenë sakrifica më e madhe që keni bëu ju për shoqen, ose që ka bëu Johana si aftas? Ajo edhe unë jemi edhe shoqe edhe psikologe, edhe familje, edhe gjithë shka. Besoj me 3 fjalë e përmbledha gjithën. A ka shoqëri sinqert sot? Ka po roll. Është vështirë me gjetë, po ka, sot që s'ka. Po do të përmbyll bisedën në fund krejt, për gjithë ndekësit e historisë jetës, sidomos për femrat, një mesazh, një këshill që do ta kishte dhënë, do t'i shërbejë ndoshta për jetën. Femrave kisha thonë që dune veten, mos e nënvlerësoni veten. Ato dëshira që i keni qëllimet e tua, kur mos u ndani vazhdoni, pavarësisht nëse tjerë t'ju thojnë që s'bën s'mon, do me thonë vetëm ta keni prioritet gjithë, edhe ato që menoni, provoni, punoni, arrini mos u ndani kurrë. Shumë e këndshme, të uroj më të mirat, suksesi ty. Faleminderit gjithashtu për juve.